Në një mëngjes të zakonshëm, kur dielli zbar thershëm mbi Ret, mbi çatin e një shtëpie në Shkup, apo ndoshta në një lagje tjetër të Maqedonisë së Veriut, familjet zgjohen me një fjalë dhe me një mendje: rroga. Ajo zë fill nga mundi i përditshëm, nga puna e palotshme dhe është shpresa që mban shtëpinë në këmbë. Le ta imagjinojmë rrogën mesatare familjare si 52.000 dinar në muaj, sipas burimeve që analizon koston e jetesës për familjet në vend. Ky shumës, megjithatë, nuk është thjesht një numër, është peizazhi i brisht ku ëndrat dhe nevojat ndërthuren mes njërit varg dhe tjetrit, ku çdo denar ka të drejtën e vet. Çdo buxhet është një poezi që dridhet nga frika e mungesës dhe nga dëshira për pak më shumë lehtësi. Një pjesë e rëndësishme e asaj rroge shkon në ushqime. Familjet në Maqedoninë e Veriut, sipas analizave të kostos së jetesës, përdorin rreth 21% të shpenzimeve të tyre mujore për ushqime dhe gjëra bazike nga dyqani. Në terma absurd, kjo do të thotë që prej 52.000 dinar, afër 10.920 dinar shkojnë për blerjet të bukës, djathit, vezëve, frutave, perimeve, qumshit, gjërat që sjellin jetën në tryezë, por që janë gjithashtu burim brenge, sepse familjet duhet të zgjedhin me kujdes. Pastaj vijnë faturat që nuk mund t'i shmangim. Shpenzimet si uji, drita, nafta dhe benzini janë mesatarisht 2.600 deri në 5.700 në muaj, sipas statistikave për familje. Kjo është afër 6% të totalit të shpenzimit. Kur drita ndizen, kur uji rrjedh mbi robinet, nuk është vetëm komoditet, është një fitore e përditshme, por gjithmonë e rëndë në zemër sepse duhet paguar. Ka edhe shpenzime për internetin dhe telefonin. Mesatarisht interneti është 640 dinar në muaj dhe telefoni celular rreth 310 sipas analizave të kostos së jetesës. Kjo është pjesë e nevojshme për lidhjen me botën, me fëmijët që bëjnë detyrën, me punët që nuk mbarojnë kur ikin dritat. Sipas statistikave të Maqedonisë së Veriut, Instat, rreth 68.6% e shpenzimeve të familjes shkojnë për nevojat thelbësore, si ushqimi, veshja, strehimi dhe pajisjet shtëpiake. Kjo do të thotë që pothuajse 3/4 e rrogës shpenzohet për gjëra jetësore, ndërsa pak mbeten për gjëra të tjera, kursime, emergjencë, pa përmendur ëndrat. Në fund të muajit, kur shikon arkën bosh të kursimeve dhe mendon se pak ka mbetur, ndin atë lloj qetësie të hidhur, sepse botën e mbushin zgjedhjet. Çfarë blihet me këto? Çfarë blihet edhe këtë muaj? A lihen dritat pak më gjatë? A ha familja 2 vakte të mira apo kursen në ushqim më ekonomik? Një ditë kur njoftohet për rritje çmimesh, zemra dridhet. A do të jemi në gjendje të përballojmë? Ata që jetojnë me 52.000 dinar në muaj ndjejnë se çdo çmim energjie mund të bëhet një furtunë e vogël që kërcënon qetësinë. Ky realitet është i thjeshtë, por i dhimbshëm. Rrogat e fituara me ders shpërndahen midis nevojave thelbësore, ushqimi që ngop, dritat që ndriçojnë, uji që rrihet, lidhjet me botën që nuk mbyllen, por gjithçka ka çmim. Dhe në çdo muaj, familjet balancojnë me kujdes, si një artist i holl, mes të domosdoshmes dhe asaj që dëshiron, mes qëndrueshmërisë dhe ëndrës, dhe mes pasigurisë dhe dashurisë që i mban bashk. Nëse do të kursesh, duhet të kujdesesh se si mos plotësosh ëndrat. Do me thënë, duhet të vrasësh ëndrat për të jetuar me 52.000 dinar në muaj. Kjo është jetesa në Maqedoninë e Veriut dhe prandaj shumë herë mendojmë pse rinia largohet nga vatani i tyre. Një ndër kushtet themelore është mungesa e parave, ato para që nuk janë thjesht për të ndëruar, por për të mbijetuar. Realiteti i sotshëm i rinisë që po ikën është dhimbja më e madhe, kursimet, ato kursime që këtu kur nuk mund t'i kemi.